Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin On Time në televizionin Koha. Sonte në studio kemi të ftuar zotrin Isak Sherifi, antar i kryesisë qendrore të Aleancës për Shqiptarët të zotrit Arben Taravari. Pra me zotrin Sherifi do të diskutojmë shumë tema mes të cilave edhe ashën e vërtet. Pra, cila është ashëja e vërtet dhe cila do të jenë hapat e më të tjeshme të Aleancës për Shqiptarët. Mirëmbrëma, profesor dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit në ftesën. Faleminderit që pranuat të jeni me ne. Zotri Sherifi është kriju përshtypja se ekzistojnë 3 aleanca për shqiptarët, ajo e Zedin Selës, e zotrit Arben Taravari dhe tani më pas kësaj ndarjes së re që u bë e zotrit Arben Fetaj. Cila është aleanca e vërtet? Aleanca e vërtet është aleanca e zotit Arben Taravari, për shkak se pas saj, pra aleancës për shqiptarët e zotit Arben Taravari, qëndron elektorati i aleancës për shqiptarët, qëndrojnë strukturat politike partijake të aleancës për shqiptarët, me një fjalë qëndron mekanizmi organizativ politik i aleancës për shqiptarët në suazat të kryesisë qendrore të aleancës për shqiptarët, me një fjalë rafshi politik dhe organizativ është në anën e zotit Arben Taravari. A është e unifikuar aleanca për shqiptarët e zotrit Taravari pas kësaj lëvizje të fundit që ndodhi, pra dalja nga pushteti dhe rreshtimi në opozit? Qëndron vetëm një fakt shumë i vërtet, pavarësisht tentativave për turbulencë brenda aleancës për shqiptarët, është një pakicë shumë e vogël, individ caktuar në krye me zotin Arben Fetaj, që tentuan të kryejnë fraksion 3 politik në suazat të aleancës për shqiptarët, po ka vetëm një të vërtet, ai është i vetmuar dhe se struktura është shumë stabile, duke fillu nga degët, në nëndegët, deri tek forumi rinor, pastaj nga forumi rinor deri te organizata e gruas që vepron në suazat të aleancës për shqiptarët, me përjashtim të individëve të caktuar të cilët janë larguar, të cilët edhe nuk kanë peshë dhe relevancë në suazat të fushveprimit politik të aleancës për shqiptarët. Zoti Sherifi, nëse e kthejmë në përqindje faktikisht numrin e deputetëve të cilët i kishte aleanca dhe i ka tani, pra nga 5 deputet mbeti me 3, nëse e kthejmë në përqindje 40% e deputetëve janë larguar nga aleanca për shqiptarët. Sa flet kjo për antarësinë edhe për votuesit aleancës për shqiptarët? Aleanca është stabile, pavarësisht largimit të një deputetes dhe një deputetit. Nuk ka çu pesh diçka në elektoratin ton, për shkak se njeriu kur vjen në sofrën e gatshme që ja ka gatu dikush rafshin politik, e ka shumë lehtë edhe të largohet, për shkak se nuk ja di peshën edhe relevancën subjektit politik, dhe është e drejtë e tyne të gjenë ndonjë modalitet të organizimit politik, po e ka ngabu rrugën. Opinioni është i njoftur për shkak se Kryesia Qendrore ka marrë vendim para 10 dite dhe ne i kemi shkarku nga pozita e antarëve të Kryesisë Qendrore. Kemi shkarku edhe kryetarin e kuvendit të Aleancës për Shqiptarët, zotin Fetaj, dhe se Aleanca për Shqiptarët dita ditës strukturohet dhe nga kuvendi i Kumanovës që u mbajt, Aleanca për Shqiptarët ka edhe kryetarin e ri të kuvendit, zotin Nazim Tajipin, dhe njëkohësisht shtimi i radhëve vjen dita ditës në konsolidimin e radhëve, për shkak se në suazat vlenit Aleanca për Shqiptarët tentoi që ta gjej veten në rafshin politik në suazat të një organizimi politik i cili filloi para një viti, po megjithatë unë mendoj se tërheqja e ynja nga vleni, mendoj që jam shumë i sigurt që i ka bërë nder dhe respekt më shumë antarëve, simpatizantëve dhe elektoratit të Aleancës për Shqiptarët, se sa po Aleanca për Shqiptarët të kishte ngel në suazat të fushveprimit politik në Vlen. Do të diskutojmë edhe këto tema, pra arsyen e daljes nga qeveria dhe rreshtimin në opozit. Po para se të kalojmë në ato tema, do kisha dashur që të mbetim edhe pak tek çështja e partisë. Sa ka mundësi që Aleanca për Shqiptarët e zotit Taravari
të ribashkohet me Aleancën për shqiptarët e zotrit Zjadin Sela. Pra është një temë e cila po flitet e po stërflitet në opinion se mund të vijë deri tek bashkimi. Sa është e mundur kjo? Antartë komunikojnë mes veti, antartë mendoj ndryshëm faktikisht, kanë raportet të ndërsjellta, po një sinjal i tillë ende nuk është në sipërfaqe, megjithatë ka zëra në antarësi se një projekt të tillë e dëshirojnë dy palët. Megjithatë konkrete diçka aktualisht për momentin nuk ka. A do të kishte qenë e pranueshme, pra a ka qenë edhe temë e cila është diskutuar në kryesinë qendrore pasi që jeni pjesë e kryesisë qendrore? A është diskutuar bashkimi i të dy aleancave dhe si qëndron disponimi tek Aleanca për shqiptarët e zotrit Taravari? Ndonjë pikë të veçantë në debatet në kryesi qendrore të Aleancës për shqiptarët nuk ka pas ndonjë debat të këtij rangu të mirëfillt për çështje të bashkimit eventual të dy krave të Aleancës për shqiptarët. E shifni si të nevojshme bashkimin dhe a mendoni se do të kishte sjellë ndonjë risi në skenën politike të Maqedonisë së Veriut në kuadër të votuesve shqiptar, bashkimi i Aleancës? Unë mendoj çdo unifikim, çdo koordinim i mirëfillt i strukturave të Aleancës për shqiptarët, fillimisht i ban mirë elektoratit shqiptar në nivel nacional. Pastaj homogenizimi i brendshëm i ban nder edhe vetë kuadrit të brendshëm të Aleancës për shqiptar, po në veçanti e rrit peshën edhe relevancën e votës së Aleancës për shqiptar në nivel të Republikës Maqedonisë së Veriut. Pra, po thoni që ka aktivist, ka persona të cilët janë antarë të dy partive, të cilët po komunikojnë. Megjithatë në nivele më të larta ka pas ndonjë inicim, ndonjë ndërmjetësues i cili po ndërmjetëson për bashkimin e aleancave? Nuk kam njohuri më tepër se kaq, nëse eventualisht vjen deri te ajo, ju si gazetar do të jeni të njoftuar për shkak se opinioni besoj që ju do të njiheni për së afërmi nëse do të ketë zhvillime të tilla aktuale, me që Aleanca këto ditë, sikur që jeni të informuar, më tepër është përballë me disa plasarike të brendshme, se sa është marrë për ndonjë koordinim në nivel qendror sa i përket unifikimit të dy krave të Aleancës për shqiptarët. Zoti Sherifi, a mund t'i bëj dëm Aleancës kjo përçarja po fragmentarizim i partisë në pazaret, nëse mund të quajmë ashtu, të zgjedhjeve lokale? Nuk mund të trajtojmë si fragmentizim, për shkak se vetëm individ caktuar kam braktis radat e Aleancës për shqiptarët. Individ caktuar, cilët pesha edhe relevanca e tyne nga bazat ku vinë, nuk ka pas ndonjë peshë edhe relevancë të madhe të dy deputetëve, faktikisht edhe ish kryetarit kuvendit tani më i shkarkuar, atë që e potencova edhe më herët në kuvendin e Kumanovës, nuk ka ndonjë peshë edhe relevancë që ata mund të tërheqin strukturat aktuale të Aleancës për shqiptarët të zotit Arben Taravari dhe të qëndrojnë pafundësisht pa një strukturim politik, sikur që janë të strukturuar faktikisht disa në suaza të vlenit si Aleancë për shqiptarët. Mirë, do të kalojmë tani në temën faktikisht e cila edhe kjo është stërfol, tema e daljes Aleancës nga qeveria. Cilet kanë qenë shkaqet kryesore? Në opinion flitet gjithçka. Por ju a mund të na numëroni se cilat kanë qenë arsyet kryesore dhe cilat kanë qenë temat të cilat i keni diskutuar në kryesinë qendrore, pasi që zoti Taravari tha që ka pas 5 apo 6 takime me kryesinë qendrore para se të merr vendimin për të dalë nga qeveria. Po. Për të ardhur deri te përgjigja konkrete e pyetjes suaj, me plot kompetencë e them. Zoti Arben Taravari, kryetari i Aleancës për shqiptarët, këtë vendim për daljen nga qeveria nuk e ka marrë kokën veti. Është debatuar në 4 mbledhjet e radhës të kryesisë qendrore të partisë. Mbledhjet kanë zgjatur prej 2 orë deri në 3 orë gjys, afër 4 orë, ku është debatuar mbetja apo largimi nga ana e
faktikisht nga qeveria. Është diskutu në mënyrë të detajuar edhe funksionimi i vlenit në qeveri, edhe funksionimi i subjekteve politike në suazat të vlenit, ku bënte pjesë edhe Alianca për Shqiptarët, dhe secili antar kam diskutu, mbledhja nuk është mbajt vetëm me antarët e kryesisë qendrore, po kanë marrë pjesë edhe kryetarët e degëve, edhe asambleja përfaqësues të asamblesë së gruas, dhe në mënyrë të detajuar kryetari ka raportu para kryesisë partisë për gjitha zhvillimet që ndodhin brenda qeverisë, brenda vlenit, dhe se konkluzat përfundimtare i ka marrë kryesia qendrore e partisë. I ka marrë kuvendi qendror, i ka miratu kuvendi qendror i partisë, dhe se vendimi nuk ka qenë i njanshëm i kryetarit të partisë, zotit Arben Taravari, po vendimin për daljen nga qeveria e ka pru kryesia qendrore e partisë. Nuk ka qenë vendim ad hoc. Mirë, treguat se si është marrë vendimi. Pse erdhi deri te ky vendim? Procesi politik i shqiptarëve ndjeci në vazhdimsi në suazat bashkëpunimit vlenit dhe me koordinim në qeveri, procesi politik jo i ngadalshëm, po i stën ngadalshëm. Për këto 11 muaj, ju jeni edhe gazetar, i përcjellni edhe zhvillimet aktuale në nivel nacional, filloi pozita e shqiptarëve të merr trajtën e procesit retrograd. Nuk kemi pas për të 10 muaj, 11 muaj të qeverisë së vlenit në suazat të qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që ka një rezultat. Një segment ku shqiptarët kanë ecë më tepër se sa 20 vite që ka qeverisë Bashkimi Demokratik për Integrim. Suspendimi i balancerit. Tentativat për krijimin e një ligjit për përdorimin e gjuhës, që 8 muaj plota do miratohet pas 2 muajve, do miratohet pas 3 muajve, do miratohet pas 6 muajve. U bën për plot 8 muaj, vleni nuk është në gjendje të gatishmërisë që ta përgatit një ligj grupit të ekspertëve për t'ia sqaru opinionit se është më i mirë se sa balanceri, ja ligji për përdorimin e gjuhës, për përdorimin e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, mbrëm unë ndëgjova kryetarin e parlamentit. Shumë kontroversë para qershorit, eventualisht para zgjedhjeve lokale ose pas zgjedhjeve lokale do ta kemi ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Faktikisht këtu kemi diskrepancë të madhe me qëndrimet e grupimit politik të vlenit sa i përket ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Fillimisht arsyet pra të cilat i tha vetë zoti Taravari në një intervistë, ka qenë në një intervistë në gjuhën maqedonase, ishin se populata nuk janë të kënaqur me koordinimin apo mos koordinimin e vlenit. Pastaj gjatë gjithë kohës dilnin edhe arsye të reja, përmendi disa anketa ku thonte se 70% e qytetarëve nuk janë të kënaqur, pastaj tha që janë listat e ndara si arsye për daljen nga qeveria. A mund të na numëroni prej nga më e rëndësishmja tek më pak e rëndësishme, cilët kanë qenë në të vërtetë arsyet që Alianca për Shqiptarët mori këtë vendim në kryesinë qendrore që të del dhe të bashkohet opozitës? Qëndron vetëm një fakt, për shkak se organizimi politik në suazat vlenit ka çalu dhe vazhdon të çalojë. Ajo që e ka potencu zoti Taravari se 70% e shqiptarëve janë pakënaqur është evident. Është shumë evident. Vetëm këto 10 ditë e fundit punësime që kanë ndodhur në Gostivar, që kanë ndodhur në Struk, 0% janë shqiptarë, ndërsa maqedonët janë 10%, 12%, 15% të punësuar maqedon, vetëm pardje që kanë ndodhur disa punësime në Struk dhe në Gostivar. Pra, këtu kemi një proces retrograd sa i përket çështjes shqiptare dhe punësimit të shqiptarëve në nivel qendror. Dhe se pritshmëritë elektorati shqiptar i ka pas shumë të mëdha ndaj vlenit, megjithatë në suazat vlenit vetëm dita ditës zbehet aspekti politik
i fushveprimit të lënë tashmë duhet quhet, për shkak se ne nuk jemi pjesë e Vlenit dhe se konturat organizative të Vlenit nuk korrespondojnë me kërkesat që i kanë shqiptarët në nivel të Republikës Maqedonisë së Veriut. Për shkak se vetëm nëse e llogarisim se sa shqiptarë për këto 11 muaj janë largu nga vendet e punës dhe janë zaventsuar në Maqedon, këto nuk do koment më tepër. Nuk do koment më tepër dhe se sondazhet janë më të mirë, janë në rrafshin e përgjithshëm, sondazhet tregojnë se ky organizim politik është shtep dhe nuk do të jep frytet në të cilën shqiptarët ja dhanë 107.000 vota, por sot aktualisht me këtë organizim politik shqiptarët janë të pakënaqur në suaza të zhvillimeve politike që ndodhin në Maqedoninë e Veriut. Zotri Sherifi, kur ka fillu të vrehet kjo lloj pakënaqësie në Aleancën për shqiptarët? Që kur ka fillu të diskutohet se a duhet të dilet nga qeveria apo të qëndrohet në qeveri? Ka zgjatur pra ky proces? Kanë qenë këto 4 muajt e fundit kur edhe ne faktikisht kemi propozuar që dalim me listat ndara për këshilltar komunal, dhe tek e fundit ti matim forcat. Brenda Vlenit. Brenda Vlenit, ata kanë shpreh mos pajtueshmëri, pastaj në anën tjetër Aleanca për shqiptarët ishte faktori determinues për të kryu Vleni, dhe se mos respekti i ndërsjellët i palëve brenda kampit politik të Vlenit e ka sjell vendimin adekuat dhe mendoj që jam shumë i drejt për drejt. Aleanca për shqiptarët e ka marrë vendimin e dur, në kohën e dur dhe në momentin e dur, dhe se strukturat janë në gatishmëri të plotë të riorganizimit dhe organizimit strukturimit të shtabeve dhe parapregaditjeve për zgjedhjet lokale që do të pasojnë në tetor. Zoti Sherifi, si kanë qenë marrëdhëniet apo kënaqëmëria e Aleancës për shqiptarët me zotrin Mickovski apo me partnerin më të madh koalicionit me VMRO DPMN? A i ka përmbush pritshmëritë edhe kërkesat e Aleancës për shqiptarët zotrin Mickovski? Unë mendoj se pritshmëritë kanë qenë më të lloja, të paktën ato që potencohej më herët, të paktën te ligji për përdorimin e gjuhës shqipe. Nuk është dashur të preken ato pikat kyçe, të cilët kanë qenë produkt i marrëveshjes së orit. Është dashur të shtyhen proceset aty ku kanë ngel, të shtyhen proceset më të tjerë, jo të shkohet mbas dhe të fillohet rishtazi me ligje, me nën ligje të tjera, dhe kjo e ka bërë pritshmërinë pak shumë më të zbet në krahasim sikur që është prit me një koalicion i tillë mes Vlenit dhe faktikisht VMRO-s zotit Mickovski. Fillimisht, zotri Taravari, kryetari i Aleancës për shqiptarët, tha se me zotrin Mickovski kanë raporte të mira, pra kur nisi që të flet për pakënaqësinë brenda Vlenit, dhe se do të qëndrojnë në qeveri, por flisë sikur dëshiron të shkëputet vetëm nga Vleni. Më pas presionit që i bëri Vleni, zotrit Mickovski dul që Aleanca u tërhoq nga qeveria. Si vazhdojnë të mbeten pra raportet mes Aleancës për shqiptarët dhe VMRO DPMN-s? Unë mendoj se janë stabile në raport me kryeministrin Mickovski dhe VMRO-n. Gjithçka këtu ka shpërthy mosmarrëveshjet e brendshme, atë që e potencohej më herët në Vlen, mos koordinimi dhe mos bashkëpunimi, secili ka shikuar më tepër jo nga pesha dhe relevanca që e ka në elektorat, po në ndarjen e resurseve të pozicioneve. Thjesht, ne e kemi vërejt atë që e potencohej pak më herët, ne e kemi vërejt se ky organizim politik nuk u sjell dobit më të tjeshme shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe se kryetari e ka pa të arsyeshme bashkë me kryesinë, me kuvendin, edhe ne jemi sot këtu ku jemi, vazhdojmë më tutje,
Bile po të them me sinceritetin më të madh, antarësia ka mirëprit. Sa do që të tjerët mendojnë se ka ndonjë plasarite, ka ndonjë fraksion, unë mendoj që e kanë të kotë. Si e keni arsyetu më shumë të ndaj antarësisë? E keni arsyetu se po dilni nga qeveria vetëm për shkak të listave ndaras, apo për shkak se shqiptarëve po merren të drejtat nga ana e VMRO-s edhe Vlenit? Thelbësori është se procesi politik në favor të shqiptarëve nuk është në këtë qeverisë në suazat Vlenit dhe në suazat kësaj qeverie. Kjo neve na ka tangu mas shumti, dhe tek e funi nuk jemi vetëm ne që do të dalim me listat veçanta, ka dhe të bloku Macedon, që dalin me listat veçanta, dhe ne e kemi pa të arsyeshme, e kemi votu në kryesi të partisë me listat veçanta për këshilltar komunal, dhe ku do e shohim të arsyeshme që të ndihmomi subjektet politike, kur do të rrezikojnë ndonjë kandidat shqiptar, që subjektet politike shqiptare të ndihmojnë me zveti, mos vjen që pala e tretë të jetë fituese. Ish partnerët tuaj të koalicionit, pra nga Vlen, gjatë gjithë kohës e akuzojnë Aleancën për shqiptarët dhe zotrin Arben Taravari se ka bërë një lojë për BDI-n dhe për zotrin Ali Ahmeti. A ka pas marrëveshje paraprake me BDI-n para se të ndodh kjo ndarje nga Vleni? E para po them me siguri shumë të madhe. Vleni nuk ka çka kritikon fushveprimin politik të Aleancës për shqiptarët. Se kemi një BDI me adresë që është në Recis të vogël dhe një BDI që pa adresë që është në Vlen. Për cilin? Zëvendës kryeministri Izzet Mexhiti, Fatmir Limanit, televizës Besa, krejt janë të dalur nga kampi politik i BDI-së. Për plot 20 vite. Pastaj, rishtazi nëse marrim proceset se si kanë evolu këto 11 muaj, unë mendoj që fushveprimi politik i Aleancës për shqiptarët është krejt në rregull. Popullata e ka mirëprit, me rëndësi elektorati shqiptar në takimet informative që kemi mbajt në shumë vende, e ka mirëprit këtë fushveprim politik që e kemi ndërmarrë si Aleancë për shqiptarët. Çdo tentativë e mbetjes së Aleancës për shqiptarët në suazat të Vlenit, por ne do të ishte shumë e dëmshme në zgjedhjet e tetorit. Këtë e them me bindje të plotë. E them me bindje të plotë për shkak se në tëmsi për këto 11 muaj nuk kemi progres, po kemi vetëm regres të pozicionit shqiptar në qeveri. Zoti Sherifi, i kemi në prak zgjedhjet lokale, cilat pritet të mbahen në tetor. Me që jeni në opozit, pritet një bashkëpunim i frontit opozitar, tani më kundrejt Vlenit apo partive që janë në koalicion në pushtet? Unë personalisht jam që Aleanca për shqiptarët mos jetë e vetmume, po të veprojmë si një front i përbashkët. Një front i përbashkët, për shkak se koha është faktori më determinues. Procesi ka ngecë tek shqiptarët e mashinisë për të 11 muaj. Nuk kemi progres, edhe unë mendoj që Aleanca për shqiptarët fillimisht duhet me ngjesh radhët, sikur çdo ditë që kemi takime me antarësinë, me dekt, me nëndekt, dhe se Aleanca për shqiptarët do të jetë më e fortë si asnjëherë më parë, për shkak se elektorati e ka kuptuar lojën e 3-4 individëve të një grupimi të vogël, dhe se mban anën tonë të fushveprimit politik. Nuk ka ndonjë marrëveshje eventuale, sikur që flitet në opinion, kjo bëhet më tepër për të shantazhu Aleanca për shqiptarët, nuk ka marrëveshje paraprake, sikur që flitet se Aleanca për shqiptarët ka marrëveshje me Bashkimin Demokratik për Integrim. Nuk ka ndonjë marrëveshje në sipërfaqe që është as për 3 komuna, as 4 komuna, 5 komuna, 6 komuna, kështu sikur që përflitet në opinion, nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete. Megjithatë, vetë zoti Taravari ka konfirmuar se ka pas kanale komunikimi me gjitha partitë politike shqiptare këto, duke mos përjashtuar as Bashkimin Demokratik për Integrim të zotrit Ali Ahmeti. Ka tani komunikim
për bashkëpunim të mundshëm për zgjedhjet lokale apo nuk ka? Është e natyrshme kanale komunikimi spektri politik shqiptar në Maqedoni me pas. Pa diskutim. Po më tepër në opinion qarkullon se ka marrëveshje. Unë nuk di që ka ndonjë marrëveshje me Bashkimin Demokratik për Integrim, po kanalet e komunikimit nuk ban ndërpritën asnjëherë. Nuk ban ndërpritën asnjëherë për shkak se megjithatë dikun ne do të ndihmojmë kandidaturat e subjekteve politike shqiptare dhe se kryetari ka qenë shumë decid, do të bashkëpunohet aty ku do të ketë nevojë palët ndërmjet veti, faktikisht shqiptarët do të koordinohen faktikisht në zgjedhjet lokale. Dihet pra përfolet shumë se do të merret Gostivari, do të merret Komuna e Arsës, pra kinse ka ndonjë marrëveshje paraprake me Bashkimin Demokratik për Integrim. Sa komuna pret që Alianca për Shqiptarët të merr faktikisht në këto zgjedhje lokale? Ne mendojmë 5 maksimumi deri në 6 komuna. Edhe mendoj që është shumë reale. Këtë e them me përgjegjësim shumë të madhe për shkak në bazë të organizimit që e kemi në nivel nacional. Dhe se me organizim politik qëndrojmë mirë, tash vetëm jemi në fazën e krijimit të shtabeve të degëve, pastaj shtabi qendror zgjedhor, jemi në fazën e konsolidimit konkret dhe para brigaditje që të shihemi në tetor me palën kundërshtar. Edhe nëse keni bashkëpunim, thatë që jeni pro bashkëpunimit me frontin opozitar, edhe nëse keni bashkëpunim, do të garoni me listat të posaçme në zgjedhje apo do të garoni me listat të përbashkëta? Vendimi tash për tash është me listat të ndarë. Nëse koha do e kërkon, varësisht zhvillimeve politike që do të ndodhin, që pritet të ndodhin pra në Republikën e Maqedonisë së Veriut, asnjëherë në politik diçka nuk është e pamundur. Çdo gjë është e mundur, vetëm të përforcohet subjektiviteti dhe pozicioni i shqiptarëve në nivel nacional. Ky proces retrograd, mendoj që me zgjedhjet e tetorit do të ndërpritet. Ky anashkalimi i shqiptarëve që bëhet nëpër institucione, mendoj që afatin e ka në tetor që të mbyllët ky proces retrograd që politika e Blenit, faktikisht më të Lenit që është në qeveri, në tetor me bindje të thellë ta them se do të pësojnë fiasko. Zoti Sherifi, është përfolur shumë edhe çështja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Vëmëro do pëmëneja së bashku me partnerët e tjerë të koalicionit ka thuajse 80 deputet. Sa mendoni se do të jetë e gatshme që të pranoj zgjedhjet të parakohshme parlamentare, dhe pse mendoni se janë të nevojshme nëse edhe ju i kërkoni ashtu siç kërkon Bashkimi Demokratik për Integrim? Po një gjë edhe mund ndodh që të ketë lokale parlamentare së bashku, për shkak se kjo qeveri ka ngecë në suazat e integrimeve evropiane, ndryshimet kushtetuese. Këto në veti ngërthen se politika e jashtme e kësaj qeverie kundrejt Bullgarisë faktikisht ka ngecë dhe se çdo tentativë që pas tetorit, nëse në tetor nuk kemi zgjedhje lokale dhe parlamentare, faktikisht zgjedhje parlamentare, atëherë viti 2026 faktikisht do të jetë vit i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Këtë e them me bindje të thellë dhe ato mes muajit prill dhe maj mund të jenë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Pra po thoni që janë patjetërshme zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thoni që nuk do të zgjatet kjo qeveri deri në fund të mandatit. Unë mendoj që nuk do të zgjatet për vetëm në arsye se ju ishini edhe ardhjet e shpeshta të delegacioneve evropiane, që ishte edhe ditëve të fundit që i dhanë rrugtim të qartë Maqedonisë se plan B për Maqedoninë nuk ka. Ndryshimet kushtetuese janë të patjetërshme për hapjen, faktikisht për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Këtu ka një hezitim që
mos ndodhin ndryshimet kushtetuese, po plani B për Maqedoninë do të thotë plan e cila e çon në vet izolim Republikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe nëse ndodhin faktikisht zgjedhjet e parakohshme parlamentare në sondazhe nga ajo që shohim për momentin, VMRO-ja ende vazhdon të qëndrojë bukur lart në krahasim me LSDM-n në kampin politik maqedonas. Mendoni që edhe pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, në pyetje hipotetike, VMRO-ja mund ta gjejë atë motivin e humbur brenda vetes për të tejkaluar këto ngërçe politike, ndryshimin e kushtetutës? Ndryshimet kushtetuese, unë mendoj që me dashën apo pa dashën e kësaj qeverie, nëse këtë vit nuk ndodhin, atëherë viti që vjen, mendoj që nuk ka më hapësirë kohore që Maqedonia, kjo qeveri, të hamendet se a duhet ndodhin ndryshimet kushtetuese, a nuk duhet ndodhin, për shkak se vetë zhvillimet në rajon Maqedonisë do t'ja imponojnë aty për aty, faktikisht, po pa shqiptarët ndryshimet kushtetuese nuk do të bëhen dhe Maqedonia do t'jetë e detyruar. Nëse kjo qeveri nuk e bën, atëherë do të mund ta bën një qeveri eventuale, qeveri e zgjeruar të bën ndryshimet kushtetuese. Mendoni që do i duhet bukur si shumë kohë LSDM-s që të rikthehet, të forcohet përsëri pasi që e pam që posoj një debakëll, nëse mund ta themi ashtu, në zgjedhjet e fundit parlamentare. Pra, nga ajo që kemi pa, LSDM-ja ka qenë një qeveri pak më progresive në aspektin e politikës jashtme dhe përmbushjen e obligimeve ndaj shteteve fqinje. Mendoni që përsëri do duhet të kthehet LSDM-ja për të bërë këtë ndryshim, apo mundet edhe VMRO-ja të ndryshoj bindje dhe kahje dhe të realizon këto? Unë mendoj që faza e LSDM-s ka qenë një fazë ku disa ndryshime shumë thelbësore, rrënjësore, dolën sipërfaqe, pra antarësimi NATO në periudhën e LSDM-s. VMRO-ja duhet ta tejkalojë vetveten për shkak se ka marrë garancë nga Bashkimi Evropian se nga Bullgaria nuk do të ketë ndonjë kërkesë eventuale shtesë për të çelë negociatat, dhe se mendoj që aty për aty kjo qeveri o i bën në këtë vit o në vitin e ardhshëm, për shkak se Bashkimi Evropian nuk pret, zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk pret, për shkak se kontradiktat edhe në mes vendeve të Bashkimit Evropian me zgjedhjet e reja që u mbajtën janë evidente, po mendoj që kjo qeveri ka marrë garanca se diçka shtesë nga Bullgaria nuk do të delë. Po unë jam skeptik se me këtë qeveri diçka mund të hapron drejt procesit eurointegrues. Zotri Sherifi, një pyetje do u bëj si profesor i historisë që jeni gjithashtu. A është e gabueshme përshtypja që është kriju në opinion se vetë partitë politike edhe funksionarët politik nuk kanë fort dëshirë që vendi të antarësohet në Bashkimin Evropian për shkak se kontrolla edhe regulativa do të ndryshojë dhe nuk do të mund të jenë të lirë dhe të bëjnë atë që e kanë bërë për shumë vite me radhë? Atëherë, kjo lën më shumë më gjërësisht mu t'jap përgjigje une, po modalitetet ndryshme gjithë vendet cilët dolën pi bllokut komunist, faktikisht një pjesa dërmuese janë më pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe se e shohin veten në një perspektivë pak më transishme, pak më të madhe në suaza të vlerave evropiane. Unë mendoj që Maqedonia duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Shqipëria tani më është një ndër vendet kampione sa i përket përmbushjes së reformave për antarësim bashkimin në Bashkimin Evropian. Maqedonia, këndej Serbia ka problem, për shkak se edhe Kosova kështu është problemi faktikisht mes Kosovës dhe Serbisë, që duhet zgjidhet, dhe mendoj që
Bashkimi Evropian nuk duhet hamendet, po as qytetarët e Republikës Maqedonisë së Veriut nuk duhet të hamenden për shkak se vetëm në suazat familjes së madhe evropiane, rajoni dhe Ballkani mund të ketë progres të madh. Çdo tentativë e devijimit rrugës evropiane nuk i bën nder as vetë Bashkimit Evropian, po as vetë popujve që jetojnë në Ballkan. Edhe një pyetje të fundit për shkak se kemi arrit gati minutazhin e planifikuar për këtë emision, cili është orientimi i Maqedonisë së Veriut, flas në aspekt gjeopolitik. Maqedonia ka qenë një shtet pro-evropian dhe pro-amerikan. A vazhdon të mbetet e njëjtë me ardhin e VMRO-s në pushtet, apo ka ndryshuar qasja? Indikacione ka se pak devijim ka në krahasim në raport me qeveritë e kaluara, për shkak se qeveritë e kaluara nënshkruajtën protokollin, faktikisht memorandumin e bashkëpunimit me Republikën e Bullgarisë, pastaj disa përfshinësi të mirë. Unë mendoj që këta duhet të lirohen pak nga disa vendet cilët komunikojnë, edhe pse komunikimi ndërshtetror duhet të ekziston, po në saje të ecës përpara të Republikës Maqedonisë së Veriut, kjo qeveri, faktikisht e udhëhequr nga zoti Miskovski, duhet i qaset shumë seriozisht. Duhet i qaset shumë seriozisht reformave të brendshme për të kanalizuar fushveprimin për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian. Çdo tentativë devijimi i rrugës, unë mendoj se nuk do t'i bën nder jo politikës, por nuk do t'i bëjë mirë edhe nder shtetit, pra Republikës së Maqedonisë së Veriut. Çdo tentativë largimi prej rrugës evropiane e çon vendin në izolim. Zoti Sherifi, ju falenderoj shumë që ishi pjesë e kësaj interviste në kuadër të emisionit On Time këtu në televizionin Koha. Falenderit për ftesën. Të nderuar shikues, ishte kjo intervista me zotin Isak Sherifi, antar i kryesisë qendrore të Aleancës për shqiptarët në kuadër të partisë pra të zotit Arben Taravari. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë me ju takoheshim të njëjtën radhës.